Në reagimin e tij të parë pas zgjedhjes së Klodian Braus në krye të SPAK-ut, Sali Berisha vuri theksin tek mënyra se si u zhvillua procesi, duke cilësuar atë si kushtetues dhe në kontrast të thellë me zgjedhjen e paraardhësit të tij Altin Dumani. U zgjon përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga paraardhësi i tij, që s'ka kushtetutë as ligj, po këtu u zbatua kushtetuta, kishin bërë rregulloren vetë për votim të hapur, okay. Ata është gjersa kanë ra dakord, nuk i di. Berisha komentoi edhe praninë e dukshme të ndërkombëtarëve gjatë procesit të përzgjedhjes, duke pretenduar se roli i tyre kishte vetëm një qëllim, parandalimin e kapjes së SPAK-ut nga kryeministri Edi Rama. Të garantoj që Edi Rama nuk heq dorë kurrë nga kontrolli i SPAK-ut, por një faktor i sigurt është se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim, që Edi Rama e qeveria të mos e skapin. Lexo pak si e uroj. Mshir, kaq ishte. Në të njëjtën dalje, ai ndali vëmendjen tek zgjedhja e Endrit Shabanit në krye të Avokatit të Popullit, post që tradicionalisht i është rezervuar opozitës. Zonjën Adriana Kalaja refuzoi në mënyrë kategorike çdo kandidaturë tjetër të mbështetur nga Partia Demokratike, siç e pat, dhe grabiti opozitën që donte. Në kundërshtim, duke i futur një thik të madhe, një procesi shumë delikat, shumë të vështirë, por që dëshmon se Edi Rama është i gatshëm të shkelmojë çdo gjë. Lidhur me amnistinë fiskale, Berisha u shpreh se ligji i shumë debatuar pritet të atakohet në gjykatën kushtetuese. Nuk them se nuk do e çoj, por nuk them se do ta çoj, sepse kemi dërguar në skap, imagjinoni këtu, kemi dërguar në skap mbi 100 dosjet për krimin elektoral. Brenda një jave, Komisioni Evropian ka reaguar 2 herë për këtë për këtë amnisti kundër dhe administrata e Shteteve të Bashkuara. Por Edi Rama nuk pyet, sepse ka zëvendësuar standardet me lobim korruptiv. Berisha u pyet edhe për mungesën e deputetit Ervin Saliani në ceremoninë e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike, për të cilën dha një përgjigje të shkurtër. Nuk e ka ndjerë. Për të qenë aty duhet ndjesh për vjetorin. Nuk e ka ndjerë. Në fund ai foli me shqetësim për gjendjen aktuale në gjykatën kushtetuese, duke ngritur akuza se ndaj trupës së gjyqtarëve po ushtrohet presioni drejt për drejt nga kreu i qeverisë. Sipas tij, situata në drejtësi mbetet e brisht dhe kërkon vigjilencë të lartë nga institucionet dhe qytetarët.